O, Tiran mirë se erdhe në Full Ship Show. Faleminderit shumë. E kënaqësi që të kam sot. Faleminderit për mirëpritjen. Faleminderit shumë edhe ty, edhe kënaqësi që të kam sot në Full Ship Show. Kam dëshirë shumë me pas një prezantim prej teje vetë personalisht, me ditë shikusit pak për ty. Po, unë jam Tiran Mamusha, jam atlet profesionist. Kam qenë ish boksier, diku 8 vjet kam qenë përfaqësues i Kosovës në gara ndërkombëtare. Gara ndërkombëtare. Për boks. Për boks. Po. Okej. Disa vjet kam qenë kampion i Kosovës, mandej prej boksit jam dalën pjesën e atletikës, ku tash jam diku 8 vjet, edhe në boks jam, edhe në atletik po mendoj jam përfaqësues i Kosovës. I Kosovës kam qenë 3 vjet edhe kam garuar për klubin Elbasanit në Shqipëri, 3 vjet kampion i Shqipërisë. 3 vjet kampion i Shqipërisë në atletik. Në atletik. Po. Edhe jam tash vrapus në gara ndërkombëtare. Si vjet kam marrë pjesë edhe në garën e Lucernit, ku kam arrit medalë 8 në listën e përgjithshme edhe i parë në kategorinë time. Domethënë, në listën e përgjithshme është në të gjitha moshat, edhe në moshat prej 30 vjetëve të 30 vjeçë në lart jam dalë i pari. Tani ajo gara ajo bën gjithë për herë? Po, gjithë për herë, gjithë për një herë, pra gjithë ata. Kanë qenë dikun mos gabosha për mi 16.000 garos. 16.000? Për një herë kanë udhëtuar gjithë? Kanë bërë? Zakonisht në përgara të mëdha janë ndohen garos. Sipas kohëve. Tash me ata që u ndave ti. Unë jam në grupi elit. Okej. E garosëve, domethënë garos profesionist. Edhe kena garu bashk. Edhe çdo 10 minuta janë shu grupe. Po në përgjithshëm jam dalitet i tetë edhe i parë në kategorinë time jam shumë i lumtur, se është ka qenë një eksperiencë shumë e bukur. I parë në kategorinë tonë dhe i tetin në përgjithësi në garën e Lucernit. Po. Bravo qoftë. Ku është tu? Këtu janë në Xhevxhelin, në Maqedoni. Okej. Kam marrë pjesë para një javë mas garës Lucernit. Tu kam marrit medalë i 5. Ka qenë garë shumë e fortë. Këtu jam në maratonën e Prishtinës. Këtu kam vrapu, ka qenë senzacion se kam vrapu me vrapus në Perkinis. Edhe më doli pari. Këtu janë fotografitë në garën e Lucernit. Këtu janë në Lucern? Po. Ja ka marrë një kohë shumë me shi. Si në Zvicër? Po, ftoft. Okej. Po, përgjithësi ka qenë shumë bukur. Se ka pas gjatë rrugës, ka pas shumë shqiptarë që më kanë thirrë, kanë bërtit për mu, adin për mu ka qenë një ndjenë shumë e bukur. Okej. Tiran, si dole prej boksit në atletik? Unë gjithmonë ju them njerëzve ku ma bojnë këtë pyetje të njëjtën, ma mirë është me ika me të rej. Unë s'kam një ulen. Unë kam s'kam me ika. Shumë thjesht. A thot kanë rejhe dhe kita është me ika qysh? Jo, nuk është... Ke mësu me ik? Jo, vrapimi në boks lyp shumë përgatitje fizike, shumë përgatitje madhe fizike. Në atë kohë kam qenë une nuk ka qenë shumë, më thonë, kena pas problem me viza, nuk kena mujt shumë me dëpërtu në arenën ndërkombëtare. Po. Edhe për mu ka qenë në momentin ku fillova dhe me vrapu për një klubin e vllaznimit. Në Gjakov, ja nisi garova me një garë ndërkombëtare maratonin e Romës, edhe për mu ke diçka pak ma ndryshe, ke diçka se mu isha me shëtite, me pa botën, ndryshe, boksi ka qenë shumë i izolun. Po tash, ti kisha pas man, apo të kisha vazhdu boksin. Ti shim kënd domthon, po mendoj qitë kosin atash. Për arsye që tash kena ma shumë gjasa me dal jashtë vendit me garu. Sepse me dash ti futesh prap. Tash unë kam bënë një mosh. Është problem më kthy prej tash më bën. Sa vjeçar je, bro, më fal. Unë jam 30 vjeçar. 30 vjeçar. Po të mendosh je 18-19 apo? Po të mendoj se jam 15. Ë? Interesant, pse a ke gjenetikë këta apo si është puna? Ti dukesh po, më thon sportin kam majt. Sportit kam majt. 30 vjeçar, unë të mendosh që është 18 vjeç, 19 vjeç. Olla. Na trego pak eksperiencat tua në boks herë, pastaj dalim te vrap. Lutem, a ka nej? Po unë kam pas diku 50 meç në boksin. Sa po kesh? Jo, kam disa story kur storyt e boksit kam qenë mi tërgu çu janë kohën. A ka foto nga boksi, lutem, apo nuk ka? Më dokës kam tërgu foto. Nuk ke foto nga boksi, s'ka problem. Edhe kam ngaru disa meçe, dikuj kam 50 meçe në boksin amateur. 50 meçe në boksin amateur. Se unë veç në amateur kam boksin. Në 50 meçe amateur sa ke fituar, sa ke? Kam fitu 42 meçe, dikuj kam 8 humbje. 8 humbje, për 8 humbje i kam
mos gabofsha 6 humbje, 2-3 barazime. Ka qenë meqet, disa meqet humbje se i kam u kështu me merit temen. E pse si me merit? Me merit. Sa mirë po flet për humbjes, po flet për fitore. Jo, a din ç'ish është se zakonisht kur folin për humbje gjithmonë i thonë, jo ma ka bërë referi me hile, na shqiptarët e kena Si ndodhi që humbe? Pa ta boksu disa 3 javë rresht meqe. Edhe me java 4 ishim të lodhën fizikisht shumë. Në momentin ku ina në meq, një javë përpara kisha boksuar 75 kg, tash u dut me rënë 64 kg, humbja peshë, se din sportistët se mirën me boks, me sportet luftarake, humbja peshë është shumë e rëndë për një sportist. Edhe je gjatë meqit i shumë i lodhen, se humb shumë je pa hungër ushqim, je domethënë i deidrun në forme. Edhe hina në meqi ka qenë në pej kundër një bokserit prej Gjilanit. Edhe momentin gjysha dorën, nuk shrekë dora. Se shrekë dora? Dora se shumë i lodhën trupi. Ti e përnaj që vetin të... Edhe ai bokseri, mas nej, zgjidha jeme vetë më konë se gjdo kundër goditje që bëjshë. Une, bike kundër goditje ka une. Rame, gjyke bokseri tjetër. A gjyke ty? Edhe zgjidha vetë më konë më mshrel. Edhe vike bokseri i kështu të përqet vetin. Rafal, vike. Unë as nuk isha durt. Që t'jo kun problemi, të isha që lodhën, dur nuk i shisha dur të bokseri kundërshtarit. Po pse që ndodhi ashtu? Pse hinë në ring kur ke qeni pa përgatitun? Jo, në përgatitin isha, po isha shumë i lodhën. I lodhën kështë? Po, më e trajner jam, Marrem Rudi, ka qenë trajner, më i me thonë trajner më i mirë se kam punu në jarë. Okej. Po beke, o ma mu shëje dorën, ta dhe zoti qofë. Po, kumaraj Rundi parë më tha, nëse nuk e qunë asë një goditje, së në gjatë meqit, asë një goditje e një në kundërshtarit. Asnja? Asnja heqë, nuk shëke dora. Ajë të gjytë ty? Ajë me gjyke dorën, si se thes. Mama bënë tha, ma mu shta dhe nëse vazhdojnë që shto, tha ta qesh përshkirë, një besha. A përshkirë me qitë, hu plojë? Ndërzën meqin. Na këtë trajnerin e këna thirë bej. Ja besha bej, të lutëm, veç përshkirë mos pa qetë. Se doroj Rami, doroj Dajak, dhe njësë më gjasë. Doroj Dajak, dhe njësë më gjasë. Vazhdova 3 runde, ne male hupa kështu me merit. Një humbje tjetër ka qenë prej... E qysh bro, ajë të trajë ti të ikne për ring, a e hek shashë? Brojtje këtë kohën. As si boks nuk e ke thonë? Nështë ta kam gjytë në herë. O, sa realist, sa më mëlqenjë realista të vla. Një mes tjetër ka qenë në turnirin ndërkombëtar, Ademja Shoqë matën me Prishtinë, po atë vjetë në matën Gjakov. Edhe unë e boksova kundër një boksesh për Shqipnis Albi Sorës. E kam tash, e kam shumë shok të mirë. Edhe për mu, për Albin nuk e njëfsha si bokser. Edhe kur filloj meqi, Albi ka qenë bokser shumë me përvoj. Për mu ishtë meqi i 4 ose i 5, në boksin për senior. Edhe filloj meqi, gjuje goditjen, apet e njëtë sistem, veçëm njekë në përring. Unë e ikë në përring, a i njekë në përring. Edhe ja ka qenë eksperienca, ma keqa ka qenë se meqi ka qenë në Gjakov. Edhe ka pas shumë publik që nërë me më po, se prej Gjakova ka pas shumë bokseja, shumë talenta në boks. Po ka qenë një pauzë e kohës kur Gjakova s'ka prodhu, nuk ka pas bokseja, edhe në dola mas diku mas 5 vjetëve si bokser, edhe ardhen me më po mu, po ardhen me më po ato nga Dajak. O, sot para. Erdhe me mpa mu të hongër. Po ka qenë, Erdhe me mpa mu. Mas 5 vjetë erdhe me mpa mu. Të hongër Dajak. O, sot para, më fali të lutëm se... Jo, këto moment i ka sporti shumë bukra. Edhe momentet e dështimit, edhe momentet e triumfet janë bukuria sportit. Jo, unë jam realist për vete, edhe i du shumë njerëzit realist, me thonë drejtën, po mënyra se si po të regon, po me lëshen shumë. Gjakova s'ka pas të atë kohë sportit, boksier, mas 5 vjetë jetë nëzori ty, unë pashku, u mërë salla, Jo, ishte salla mushën edhe unë e para se më dalin në ring,
Ne jena me ty. Ti mos na E në ring ndryshojnë gjëna, po ata kanë kuptuar atë pjesë, ka qenë bokseri me shumë përvojë, unë për mua ishte meçi 5-6. Rrehi bro. Ë? Çka po thon? Çka po thotë ja? Çka po thon tjetër? O zotër, o mytive, o vete, o drejtor mytive, o drejtor. Çka po thotë, çka po ta merr aty? Ej, mytive pasha zotë trane mo. Ej, shumë interesant. Sa i qëndrove, sa rundë mujtë me bëmë? Jo, kam qëndru diku, ndoket 2 runde. Sa? 2 runde. 2? Po. Sa normal, a 12? Jo, 3 runde. 3 runda komplet. Në boksin amateur është 3 runde me 3 minuta. Aha, okej. Do më thonë 2 runde qëndrove. Po, 2 runde qëndrove, runde e tretë. A qëlloj, sikur ndesh ja parë dhe me këta, do më thonë, apo këta gjujtë më shumë bilet, pak të nëse sa të parë. Jo, kishe goditje, po në boks është në momentin ku të bokson me një bokser me shumë përvojë, ai din që mos sjellën në ring. Unë isha bokser fillestar, për mua ish ringi, a din çysh është ku ti në ring ku doket ku tash kundërshoj shumë me përvojë, ringi doket si vrim, s'ki ka ikë. S'ki ka ngan. Si ka doket. Po të nërë nga kehi me i, ka me lëftu, po. Po me lëftu, po. Ke pas ka me ndu me i. Për ata kam s'ka mësë atletiken. Me i, ta është këtë alë për i, me hec, apo, me i me prapë. O, shumë interesant, Tiran, bravo qoftë, du me të dhoni të orë tërkitje, vlau. Po, më pëlqenjnë shumë realistat, bravo qoftë, vlau. Pastaj, janë 2 humbje që i ke po. I kam pasur disa humbe tjera, po kanë qenë ma të mira. Kanë qenë humbje ma... Këto humbje kanë qenë pak me boksia ma më përvojë. Ma më përvojë, po. E zakonisht në Kosovë nuk ka konkurrencë. Si ke hyrë gjigant me ata njerëz kur e ke po vetën se... Në momentin ku të shën turnir ndërkombëtar nuk mundesh me zgjedh kundërshtarin. Jo me zgjedh, mentaliteti. Po ideja mi thonë atij trajnerit, llosa më gjeni. Është turnir ndërkombëtar dhe mjashari. Për mua ka qenë moment shumë i bukur po pjesëmarrje edhe me prezantuar shtetin e Kosovës, se në atë moment e kena përfaqësuar shtetin. Mirë pas të përvaqësuar. Ah, po. Dinjetoze. Dinjetoze. Kingi. Amo, ti në gjartët në eshe 42, sa i ke fitu? 50 meqe. 50 meqe i ke fitu, të më thonë. Pra kjo, do të me dyra trokiti dhe këtë fitu me të, jo veç 2 humbje. Zakonisht e shumica njerëzve... Amo po mbëlqen që po flet për humbje. Jo, zakonisht njerëzve gjithmonë e kallëzojnë pjesën e triumfeve. Po edhe kjo humbje që ka eksperienca tjetër është pjesë e një rrugtimit. Absolutisht. Mu boksi, mu më thonë, më ka jop shumë këtë disiplinën e punës, më ka jop mentalitetin e fituesit, mas në momentin atletiku jam kyç. Në atletiku u shkon shumë në mënyrë spontane. Jam u aktivizu klubi vllazнимit, edhe më kanë ftu, nëse do më marr pjesë shumë me një garë, ka marr pjesë në cross, u kon crossi bardh matën Prishtinë, është si kampionati i Kosovës, ka marr pjesë, jam dali 2 ose 3, nuk më kujtohet. Mandej jam shku në për gara, ka nisë me pëlqy ma shumë, edhe ka qenë një farë momenti që jem duhet me zgjedh përmes boksit edhe atletikës. Edhe për mu ka qenë, më thonë, edhe kam pas edhe pak presion pjesën e boksit për familjes, për mamës, se dhe këtë me lonë, se pak është parti rrezikshëm, nuk ka të ardhmëna që mundesh domethënë me mbjetu mas një kohë. Mandej kam vendosur që mu fokusu ma shumë të këtë energjinë time, me fokusu në atletik. Absolutisht. A ka të ardhura më shumë atletika? Po, atletika ka përmes sponsorëve, ka edhe përmes... Ke sponsor që të mbështesin vazhdimisht? Po, në Gjakov kam sponsor. Ke sponsor? Edhe këtu ku jam ardhur dhe në Zvicër. Pra me atletik, vetëm përmes sponsorëve mundesh me... Po, edhe përmes garave se fitojmë. Si zakonisht garat e kanë një farë çmimi. E kanë çmimi. Unë tash jam një fazë ku jam në fazën e Elite Runners, edhe ku organizatorët e garëve më ftojnë në garë, ato janë shpenzimet e hekne, kena bonuse, kena edhe monumentin ku typim në podium, zakonisht në 3 ose 5 vendet e para, marrim premie ose edhe çmime fituese. Okej, 30 vjeçari Tiranë. Këto ka qenë kampionati në Ballkanik në Manastir, Maqedoni. Fitove? Jo, këtu jam doli 7 në Ballkan. Ka qenë garë, më thonë garë shumë
e vështirë edhe shumë garë e bukur se për unë gjithmonë e tham momentin kur e përvason shtetin tonë me një garë ndërkombëtare pa marrë parasysh rezultatit, Pjesëmarrja është ndjen shumë e bukur. Absolutisht. Ndjen shumë e bukur. Ndjen është e bukur, absolutisht. Sa përgatitje duhet për me bë apo cilat janë përgatitjet që i bën një atletik Po, për me marrë pjesë? zakonisht brenda një vitit unë më thonë Brenda vitit për një garë apo? Jo, unë po foli kështu në një farë relacioni një vjet. Po. Një vjet gjatë vitit në 2 javë ditë janë maksimum se pushoj. Domethënë gjatë këtë vitit janë përgatitje. Çfarë përgatitje bën? Vetëm duke ecur, duke I kena 2 herë në ditë vrapim. Edhe gjatë javës 2 herë në javë. Nga federata? Jo, unë kam trajnerin Veç nga trajneri? Po, kam trajnerin, kam për momentin jam duke Trajneri e pagun ti? Me sponsor apo si shkon kjo? Jo, trajnerin për momentin e kam kështu të jena takum në bashkën në ky grupi kenjanëve se kena vazhduar kena varpu në Prishtinë, me atë grup kam varpu në Tiranë, edhe trajneri prej Kenisë bashkëpunim me këta kam vendosur që ka dosht me bashkëpunu bashkë edhe kena fillu në përgatitjen e atletikë, domethënë plan programi ma dërgon me një Ta dërgon programin. Okej, programin ta dërgon. Pra nuk është që është me ty ai. Ja, me Musa është online, pra. Po pritet gjatë muajit janar. Nëse kuptohet nëse muj mi përmes sponsorëve mi mbo shumën e mjeteve që më vijnë më shkuën në Afrikë më ushtru, në Kenin, qytetin ku jeton edhe trajneri jam, edhe shpresoj se më shku gjatë janarit. Dhe zakonisht në fazën janar shkurt e kena fazën e përgatitjeve, që më përgatit mëse për pjesën e parë të vitit, pjesa parë fillojnë gara diku në muajin në mars, përfundojnë në qershor, mandej kena 2 muaj pauzë, edhe atë pauzën na konsiderojmë pjesë për përgatitje. Mandej shtator deri në dhjetor kena fazën e garave. Tiron 2 herë në ditë ti bën vrap edhe sot që po. Edhe këtu se jam sot kam vrapu sot e dille, kam vrapu long run, long run. Për marr pjesë në gara do të bjerë. Sa kilometra? Zakonisht unë vrapoj 150 dhe 180 kilometra javore. Javore? Po javore. 180 kilometra javore. Këtë javë i kam bu 150. Me sa kilometra në orë vrapon? Zakonisht gjatë ditëve kena unë vrapoj 25 dhe 30 kilometra gjatë ditës në 2 seanca. Gjithmonë seancën e mëngjesit kena ushtrimet pak më të gjata. Shpejtësia është normale apo? Zakonisht të honeve, të mërkureve, tejteve, shtuneve, dille kena pak vrapimet më të lehta. Edhe 2 herë në javë kena ushtrimet pak më të forta. Zakonisht shkoj me gjithmonë varet prej qëllimit që kena në garë. Po tani me qëllutin në Gjermani sot ose në Austri me shku për vizitë, çfarë si bën? Njetin plan. Vrapimi ka që të mirë, në rrugë, ku ta zo. Na kena që të mirë, me fatikat, teshat edhe me ik. Kana qenë koma thaj. Okej, domethënë kudo që ti je ke kurs për me bë vrapim 2 herë në ditë. Domethënë gjithmonë kur jam në fazën e garëve, nëse jam për shembull në fazë pushimeve ose sa duhet për me marr pjesë në garë, sa është faza përpara? Zakonisht shkojnë unë se përgatitjen janë 14 javë. Përgatitje. Po kur jena në fazën prej shtatorit deri në dhjetor nuk kena askohë për përgatitje se përgatitjen e përfundojmë në gusht edhe korrekt edhe gusht. Mandej çdo javë kena gara, çdo javë vëzhgotojmë. Premte ashtu në dillën garojmë, kthehemi pranë Kosovë, unë vazhdoj përgatitjen, premte pa puthoj, atë edhe kena këtë kohën kena si më thonë si të programuar në këtë pjesën e garave. Këta njerëzit me ngjyrë bro, a janë pak më fizikisht apo s'ka lidhje? Janë më qëndrueshëm, po janë më qëndrueshëm. Janë më qëndrueshëm se janë këta ushtrojnë me një lartësi mbijetare diku 2500 metra lartësi mbijetare. Momenti ku të vinë këtu i doket kishe për mush një heq. Veç vrapojnë. Po, është edhe intensiteti, disiplina, janë shumë, i kushtojnë shumë kohë, edhe këta. Ta diku i bojnë 150 edhe këta dejnë 250 kilometra javore. Edhe, për momentin të më bashkëpunu me këtë grupin e këtëve vrapozve për Me këta e duke punu? Me këta këtu? Bukur. Tani, ke garën të armën? Po, garën e kam javën tjetër. Edhe kam në Kotar, është garë Tivat Kotar se mbahet është gjysmë maraton, është gara fundit e vitit, atë synoj një rezultat shumë të mirë, domethënë dhe përgatitjes i kam po tash,
Pra përfaqëson Kosovën. Jo, zakonisht në garat atletikës nuk e përfaqësojmë çdo kohë Kosovën. Vetëm në për kampionate evropiane, po gjithmonë na del për shembull Tirana Musha from Kosovo. Atë më flamurë gjithmonë prezant. Okej. Edhe në disa shtetë, disa vende, disa gara Unë ka Federat Kosova të atletikës? Po. Nuk jeti aty? Unë kam garuar në për kampionate evropiane. Po momenti ku shkojmë kështu në mënyrë zakonisht garat atletikës në mënyrë individuale. Shkojnë individuale. Pra ke më shumë dëshirë me punu me sponsor vetë se sa me federatën apo jo? Jo, me federatën shkoj vetëm gara për shembull kampionate evropiane ose kampionate botnore. Kampionate të mëdha. Po, kampionate ballkanike këtu në Kosova. Po. Shkojmë si ekip. Okej. Disa kampionate në për gara shkojmë individual. A jeti kampion Kosovë momentalisht? Për momentin po jam në kategorinë 5000 metra. Okej. Në fakt jam 21 kilometra në garën kampionati ka qenë në maratonën e Prishtinës, atë kam arritur doli parë dhe jam nacional rekord, përmendoj nacional champion i Cilat janë qëllimet tua dhe deri në sa vit dhe në sa vjeçar duhet apo lejohet? A ka një limit apo kriter promotion? Zakonisht atletika ka pak më ndryshe se sportet tjera. Sa? Tash synimi jam është gjithmonë me marr pjesë në lojrat olimpike. Prej moshës 30 vjeçe, 32 zakonisht këtë atletët më të mirë të botës fillojnë çat moshë me marr pjesë në maraton. Qëllimi jam është prej këtij viti, domethënë 2026-in, më koncentru më shumë në maraton, domethënë është 42 kilometra. Atje pretendoj me mri normë olimpike, edhe të paktën me shku me SHU ndjenjë për me marr pjesë me një olimpiadë, me një ndër, më i thonë, eventet më të mëdha botnore. Okej. Tiron, i pyetje. Po. Tashi ti sot e ke testu veten në disa gara. Po. Edhe e ke një mundësi të vrapimit. Po. Pra, e ke një limit apo jo? Po. Me çfarë stërvitja, po me çfarë përgatitja, po çfarë duhet me boti apo a bohet dhe a realizohet që me mujt çet limit që e ke deri tash me rrit. Me rrit, po. Pra, edhe me mujt çka të bën ty për me hec më shpejt se sa kaq sa hec tash? Po, këtu janë përgatitjet fiks shqetëseka pak më herët. Është përgatitja apo ka diçka tjetër? Se tash jo, është ti më shumë s'ke ç'a me bën, bro. Ti për çdo ditë po bën stërvitje. Tash është në sportin atletikës se duhet me ushtru në lartësi mbetëtare. E që atje është qëllimi. Kjo është qëllimi. Qëllimi jam është për ata është me shku dhe në Keni. Të mu shkrit është gjithçka. Edhe atje janë nisë me rritet performanca fizike. Stërvitja mu shkrive i vjetë. Domethënë po, lartësia mbetëtare është domethënë 2500 je në limit, ata thonë je limit oksigjenit. Je të punu me shumë pak oksigjen. E momenti ku të vjen në për shembull lartësi deri 100 metra, është oksigjeni shumë ka shumë oksigjen. Edhe më thonë është ndryshim shumë i madh. Atje fiton performancë, ku vjen këtu domethënë që të potencialin e rrit. Mund është deri 100% me rrit kapacitetin tonë në lartësi mbetëtare. Okej, pra domethënë çajo është çfarë qëllimi është Chelsea i këtij suksesi. Okej. Tash në sportin. Këta është vështirë me arrit, se këta janë të mësuar. Po, momentin tash se ka filluar tash përpara Etiopia edhe Kenia janë dy vendet, dy shtetet më të njohshme për këta sportista. Po momentin ku ja kanë nisë me fillu edhe prej Evropës me dalë në Keni përgatitjet, kanë ndryshuar rregullat. A ke garuar një herë me çata që ju shkyn ato pantollët? Jo, me ata s'kam garuar, alo. Ai madhi e Tirani, madhi. M'fal, vazhdo. Edhe zakonisht nuk e di çka kesh ato. S'kam pas si interviste, ka hera më. Drejtor s'kam pas si interviste kur s'kam pas si interviste, më ngap kështu e qesh. Kështu realista i kom qenë bro njerëzit. Ra me tullë, di çka kështu thon. Mos e hek diamantën në montazh, hiç. Çështu lëshoje bro. Çështu vazhdoje. Shumë i fortë. Domethënë, këta njerëzit që janë prej atje, momentalisht janë përgatitur fizikisht dhe prej natyre. Më shumë se sa. Domethënë janë gjenetikisht ashtu. Gjenetikisht janë ashtu. Po tash edhe vrapos prej, po mendoj prej zbardh ose njerëz që janë prej Evropës, kanë filluar me mujt në farforme. Edhe zakonisht nuk është domethënë nuk janë pa mundshme më edhe këta me mujt. Domethënë janë ardhur rreth. Nuk është e pamundshme. Jo, nuk është e pamundshme hiç. Okej.
Ti si je kështu fizikisht me kockat trupit? A je mirë apo jo se normal për me hes shpejt me kockat? Po, unë jam shumë mirë, po unë pak kam pjesën e boksit, si kam qenë bokser, Po. I kam disa për shembull Muskuj, disa gjona, pjesën e kam pas, pjesën e kanorë kam pak ma gjon. Po? Po, jam shumë përgjithësi jam shumë mirë. Domethënë, qëndrueshmërinë e kam shumë të madhe fizike. Okej. Edhe ne zakonisht punojmë me kësina shqiptar, se kam qenë me një kamp në Madrid, Po. kur domethënë jashtë punojnë shumë me zemër. Edhe ma bëj këtë trajnete, që dush me dal me ngajt, për shembull me puls 140 easy run me 140 pulsin. Okej, për mua është fillimi, edhe nuk e disha, është shumë problem me menaxhu çat ritem. Edhe tash fillojsha vrapimin e përfundojsha vrapimin, ka 141, 142, edhe I thesha ja dërgojsha trajnerit, thesha që din, tek ju shqiptar pa keni pak budall. A thoj me 140, pse nuk shon 140? Po thash për një, nuk ka lidhje për 141. Pse ka lun rol edhe një? Lun rol shumë. Në pjesën e përgatitjes në mënyrë profesionale, lun rol shumë. Për shembull unë sa duhet frekuencën e zemrës me majt? Zakonisht frekuenca e zemrës shkon në 220 minus moshën tonë aktuale, edhe domethënë rezultati dashtë pulsi jot maksimal. Nëse për shembull tash varet edhe faqëllimi I ki, nëse ki qëllimin ton për me pesh, zakonisht pulsi duhet më kone I olt 120, 125, 130 maksimum. Maksimum. Domethënë që në çat moment trupi punon që me djeg yndyrën për trupit. Okay. Nëse punon me puls 180 ose me puls maksimumin ton, trupi është punon qasi forme që shka ka përpara, shka I ditet përpara I merr edhe e kthen energji. Okay. Edhe nuk ka trupi kom me zbërthy yndyrën, me zbërthy shka I vyn. I merr si më kon të punu ti nai sana dhe momentin shka të merr ka ja mundesh edhe me gishta me shku nëse e ki për zor. Aden ose me nai punë ose me ndresh diçka, nëse nuk e ki një shaf sigar ofër e merr edhe me dorë mundesh ndoshta me ndreq. Po. Edhe çdo edhe pak a shumë pjesa trupit. Tiron, po du me të tregue, realisht, kjo që po thuti tashi, më ka met në kokë qysh më ke thonë herën e parë. Po. Me majt frekuencën kaq. Edhe koka drejtori të më thonë që më ka tregu dikush që do pësohesh shumë kollaj. Me majt 125, 130, 135 maksimum, po hekshe kile më kollaj kile edhe je më I fresh. Me I thonë zor, me edhe je hetë shumë I fresh. Edhe nuk lodhesh. A thash që nuk lodhesh. Pra do më thonë, shumë interesant. Prej te Unë punoj me shumë sportista dhe momenti kur sportistat mas një koha kur ja nisin me ngoj mas 2 javë thojnë po mu më vjen çudi diçka pse jam ka ngoj, e kam rrit kilometrazhin, e kam rrit kilometrazhin një vor 100 kilometra një javë bëj. Unë zakonisht plan programet e mia ku t'ju bëj të tjerëve tash. Po. Për vrapim, për folin për atletik, edhe ju dërgoj edhe ju them me puls 120, tash varet gjithmonë për moshës që kanë. Edhe thonë, po ç'është e mundshme, unë kam ngojt se 2 vjet më ka ngoj, mas një javë kisha dhimbshin kom, dhim ke trupi që të ka. E tash nuk më dhëm trupi. Po nuk është esenca tim çdo ushtrim me çu veten ton maksimum, se trupi argjohet dikur. Bien, nuk ka mosh, shka, adin... Me hec normal 1 orë në ditë në fitness me rrit me frekuencën 130 është mirë? Po. Është mirë, 1 orë vesh. 1 orë. Në fitness klas? Po, me 120 puls, e rrit përmendoj tonalzen, ose incline si thojnë, edhe është shumë mirë. Është shumë mirë. Është për zemrën, për mushrit, për sistemin kardiovaskular, është shumë mirë. Okej, bukur shumë. Tiron, kam një pyetësor. Ta bëj? Do të mundohem të përgjigjem në mënyrë më së sinqertë mundshme. Okej, ma merr mendja që je sinqert. Ja, ma merr mendja që je sinqert. Nuk kam asnjë lloj dyshimi në botë. Kam një edhe pyetje për ty. 1. Tiron Mamusha, atletik I suksesshëm, kampion I Kosovës momentalisht, edhe në Lucern zuri vendin e 7, në përgjithësi, në garën e përgjithshme, edhe në kategorinë e vet vendin e parë. A do zgjidhje të fitosh medalje të artë, por askush të mos njoh si person, apo medaljen e bronz dhe të bësh viral në TikTok? Jo, po më bërë viral në TikTok, atë pjesën se kam shumë Marak, po me fitu vendin e parë. Edhe medaljen e artë. Bukur. Më mirë të vraposh 10 kilometra pa u lodhur, apo të hash gjithë çka të dush
e sa herë dushe pa marr peshë. 10 kilometër pa luftë. Pa luftë. Po. Se nuk është të ha gjithçka, se shumica Interesant, bro. unë ha gjithçka. Hanë edhe nuk trash, Nuk jo, se bëj ushtrime shumë të lloja. Domethënë diku 4500-5000 kalori harxoj gjatë ditës. Edhe lyp trupi me konsumu shumë ushqim. Edhe në momentin ku të më shojnë të hungër ushqim, shumë thonë, edhe hanti që se ha, se unë e kam O bro, kjo puna kalorive, më fal. Një orë që heci unë ditë. Aty ma qëtë që i kam djekë 500 kalorive që aty të e vene, 500. 500 deri në 700 i djekë gjithësysh. Edhe nëse momentin e gjatë ditës, për më nëjë gjatë ditës... mirë? Po. Mirë. Gjatë ditës një njëri normal i argjën dikunit gjatë, më thonë, prej kategoritë, më thonë, unë e përfoli që të më si pas orës. Po. Prej orës 12 natës, deri të nesrit e në ora 12, domethënë me një cikël 24 orë, trupi jam këtë moment 4500 deri 5000 kalori argjë çdo ditë. Duke marrë parasysh ushtrimet edhe gjatë ditës këto trupi e ka procesin e vet që për shembull ku marrin frym, frekuenca zemrës, qarkullimi i gjakut, edhe këtu kjo është energji. Edhe këtu është në trupi kalori. Domethënë unë i marr diku duam i marr 4500 kalori që mos më në trupin e të lodhen. Okej. Nëse trajnerit thot sot e ke pushim. A gëzohesh apo mendon se e ka me të futme me të provoku? Që trajneri i ri që e keta. Çka dyta. E dyta, Po, çka dyta. Thotë, nuk thot prej neve. Thotë zakonisht na kena ka kohë që ndoshta 1 muaj, 2 muaj ushtrojmë pa pushim hiç. Ushtrojmë. Ndaj pak të, ka kohë që, se i the bashk. Ka kohë që nuk, jo, ka muaj, ta shë kuptova. Ndaj pak, Tiran, të lutem se duhet mi nda këto. Po, okej. Okej. Do të preferoje, Tiran, të kesh këmbë të shpejta apo krah super të fort? Këmbë super të shpejta. Këmbë super të shpejta, se jenë garë Krasëmëzhi. që duhen. Okej, bukur shumë. Në garë, po të jepet zgjedhja, të nisësh 5 sekonda më heret, apo të kesh frymëzim nga publiku 10 fish më fort. Pra, të gara. Më mirë me pas mundësi më nisë 5 sekonda më heret se tjertë, apo ta kesh mbështetjen e publikut katë cilësh të folë për ty. Kjo e dyta. Po mbështetjen e publikut, se publiku t'jep shumë motiv. T'jep motiv dhe të nimon më shumë? Nimon dhe më t'jep shumë energji. Energji t'jep më shumë. Okej, bukur. Më mirë të mos ndihesh kur i lodhur, Tiron, apo të mos kesh kur dhimbje të muskujve? Kjo e para. E para, mos më ndje i lodhur. Okej. Nëse fiton garën, çfarë bën? Më përpara, feston apo kontrollon nëse të ka kapur kamera për rrjetet sociale atje? Të përgjigjem se e pyetje, pastaj vazhdon një rast tjetër, nëse më lejohet. Po. Kjo e festoj, unë zakonisht e festoj, por Nuk shikon atë ka kap kamera? Ja, zakonisht unë ku ta përfundoj një garë, mas garës e kam me këtë pjesën që fillë kam asaj challenge-in tjetër, garën tjetër, edhe mas e fokuson atë direkt në garën tjetër, domethënë se bën me festu kur. Okej. Edhe këtu ka qenë diçka interesante me një garë kena qenë në kampionatin e shteteve, si vjetën qershore në Sloveni, Maribor, edhe gjatë garës kena vrapu në stadion, edhe gjatë garës ku të cellë ka kamera, gjithmonë nuk e bëjshë se shisha në kamerën, po gjithmonë pozitja trupit, nga isha trupin drejt, nga isha bukur, në mramje, kur i qitëm fotografit e mija ma të bukrat. Edhe ma vëshin ata grupi, si ishin vrapuzat, ishin, o, ty, se shire kamerën, dhe të rësha drejt, se të kërë kamerën, është bike trupi. Sigur ata ndohën. Të bashkë zvikës, se hajnë, o të rejt drejt. Më mirë të humbasësh garën për 1 sekond, apo të fitosh garën, por të krizën mbathjet si që krizën e ati i bosit që ka dalë viral në rrjetet sociale. Kjo dyta. Sa dhe bosh viral më thaj. I ki të përfitim. Edhe fiton edhe viral.
Gjigant më dis, nështë as mund është me konkurua ta veç. Saj, Ja, do di. bukur, do zgjidhje një trajner shumë të rrept, që ndoshta e ke, por që të sjell fitore, apo një trajner cool për pa rezultate. E para. E para, të rrept që të sjell fitore. Okej. Në ditën e garës, pra kur e ke ditën e garës e Tiranë, po të jepet zgjidhja. Shi i fort, tura, apo vape madhe që të bën të djersitësh edhe pa vrapu. E para. Shi i fort. Shi i fort. Pra s'ta ndjen për shiun Tiranë? Jo, kohën e ftoftë më shumë kam qenë me varpun shi se sa me vap se dillit lodh shumë. Vapat lodh. Po, absolutisht. Dehidron shumë, të lodh, traskapit, unë për momentin ku janë temperaturë për min 25 gradë, nuk mund më përballu çet vrapim. Nëse janë pak as më të ftohtë nuk është se i duroj shumë, po Gjigandje. po me shi kisha pas shef me shi më shumë. Gjigandje. Patëm të këshilloj ato dyja me nda bashkë se mos më. Jena në fundin e këtij emisioni. Unë ju falenderoj shumë, por kam një kërkesë për të gjithë se djali mirë, djali sinqert, djali realist, ka nevojë për sponsor, ndoshta i kërkoj gjithë bizneseve që përveç se marrin një marketing të mirë në një garë apo në një sport të veçantë, edhe e suportojnë Tiranin edhe patjetër që bëhet një bashkëpunim i frytshëm për dy anët. Kështu që ju kërkoj bizneseve që ta suportoni sa më shumë këtë djalë dhe të na bëj krenar duke përfaqësuar Kosovën në gara të ndryshme edhe ndërkombëtare që do ketë her pas here. Tiran, shumë faleminderit nëse keni mesazh për ta dhënë. Faleminderit shumë edhe për ftesën. Mesazh nuk kam. Vetëm ju uroj festat të gjithë shqiptarëve. Faleminderit. Zoti Drujt, edhe unë të uroj festat gëzuar edhe inshallah sa më mirë e më mbar. Faleminderit shumë. Deri javën tjetër, nga unë Tiran Mamusha, shihemi në programin festiv të vitit të ri.